me liru... Ne në të ardhmen shpesojmë që të reflektojmë të kjo, por në besoj që për ta përmirësu prodhimin e bujqësi, në Kosovë kërkohen masat të tilla. Dhe unë besoj që kemi bërë mirë vitin e kaluar, edhe këtë vit që po e zbatojmë skemen e njëjtë, po ashtu në vitin 2022 e kemi zbatuar. Sa herë ka pas kriza inflacioni dhe kriza të ngjashme të rritjes së çmimit të naftës, gjithmonë kemi reaguar dhe do të reagojmë. Lejo të informoj bujqit që ato do të paguhen për naftën dhe për pleun artificial, po ashtu edhe me rritje sa i përket për herë të parë do të futet edhe pagesa rishpërndarëse, po hektari i parë i secilit bujk do të paguhet edhe 100 euro më shumë. Që është muhabet teknik të cilin bujqit shpresoj që kuptojnë, me blektorët jam konstatu do të loshe, cili është, qka ka ndodhë prej protestës blektorët? Që ke puna e hektarit të parë, të ki parasysh që vreshtat pëmë perimet. Kryesisht mbjelljet jenë rreth 1 hektar në mesatar. Nëse kom me lutë ekspertin e bujqisë, qka s'marrë vetëm është me rëndësi që ta informoj dhe bujqit e Kosovës. Bujqit e Kosovës, në mesatare, do më pëmë perimet, vreshtat, jenë rreth 1 hektar. Për këtë arsye është, kjo pagesi favorizon bujqit të cilët janë firma të vogla, fermer në vështirësi, që kanë pas më shumë kosto. Ata që kanë më pak tokë, kanë kosto pak më të lartë, për shkak se ekonomia shkallës e redukton koston të bujqit që kanë më tepër hektar, mirë për në rastin e tyre, që të mos ndikohen nga rritja e çmimit është bë edhe kjo pagesë shtesë, dhe unë shpresoj që sado pak i mundson amortizimin e turbulencave që kemi pas në bujqësi gjatë vitit të kaluar, po edhe këtë vit. Në anën tjetër, nëse jemi ka flasim për me qëllim po flasë për një Excel të madhë ku gjërat ishin evidentu, e parë që u raportu, Evropa Lirë po më duket, raportoj për një farë konflikti të dy ligjeve, ligjit për pyje dhe ligjit për pronën publike, që komplikon me dash dikush me investu në pronën publike, e para e keni po, e dyta qysh është e mundshme që veç që ndodhë një sasin shimi. E kom po, dhe më Evropa Lirë vërtet i ka po disa pyetje që i ka drejtu ministrisë dhe janë bukur relevante. Edhe e vërtet është që ne nuk shohim pengesat drejt për drejta në vazhdimin e kontratave dhe ato do të vazhdojnë. Ajo çfarë ka bërë ligji për pronën publike e ka fut nevojën e ankandit në dhënien në shfrytëzim të pronës publike.